Vazhdoj me njoftime të tjera nga policia, ku specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin RZ, 32 vjeç banues në Divjak, pasi ka kallëzuar një 35 vjeçar se ka falsifikuar një certifikat pronësie. Po punohet për verifikimin e këtij kallëzimi. Policia shpalli në kërkim shtetasin AP 60 vjeç, pasi dyshohet se për motive të dobta ka goditur me send të fortë një shtetas 20 vjeçar. Në lagjen Lirigero dhe në lagjen Kongresi Përmetit, dyshohet se persona ende të pa identifikuar kanë vjedhur në 2 lokale, berberhan dhe makina me qera, 2 celular dhe para. Shërbimet e policisë, menjëherë pas kallëzimeve të pronarëve të subjekteve, kanë nisur hetimet dhe po vijojnë punën për identifikimin dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të autorëve të vjedhjeve. Gjithashtu specialistët për hetimin e krimit kibernetik kapën shtetasin e shpallur në kërkim AD 25 vjeç banues në Korçë, pasi gjykata e Korçës i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg, sepse akuzohet se ka përndjekur ish të dashur në Fier dhe një shtetase të mitur në Korçë. Veprimet e mëtejshme procedurale për këtë shtetas do të kryhen nga DVP Korçë. Kurse specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin ZH 45 vjeç, banues në fshatin Petov, pasi ka kallëzuar një 41 vjeçare se e pengon pa të drejtë që të kryej punime në tokën e saj. Punohet për verifikimin e këtij kallëzimi.